وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ne u kemi vënë para tyre pend, edhe mbrapa tyre pend, dhe ua kemi mbulu syt, prandaj ata nuk shohin. Pra, kudo jo është mbulu pra shikimi tyne. Pra, aq shumë kanë bërë gjinohe, aq shumë kanë bërë të këqija në jetën e tyne, sa që ata e kanë mbuloj kudo dhe nuk shohin asgjë. Janë të bllokuar tërësisht, totalisht. Prandaj edhe Allahu në surën Bekare thot: "Khatama Allahu ala kulubihim." Pra Allahu ka vulos zemrat e tyre. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim, dhe të dëgjuarit e tyre dhe të shikuarit e tyre, dhe ata do të jenë në një dënim të rënd, fatkeqësisht.